Agjërimi tek njeriu e mbjell dhe forcon besimin në ahiret. E mbjell edhe e forcon sa më shumë besimin në ahiret dhe në ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: për agjëruesin janë dy gëzime. Për agjëruesin janë dy gëzime. Gëzimi i parë në iftarin e tij, kur ai bën iftar. Edhe gëzimi i dytë është kur ai e takon Allahun xhelle xhelaluhu. Kuptimi i saj. Gëzimi i parë në iftar, i cili falenderon Allahun xhelle wa ala për mundësinë e realizimit të agjërimit gjatë asaj dite. Për mundësitë e arta që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhënë atij, si lutja gjatë agjërimit. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se lutja e agjërimit nuk kthehet, e agjëruesit nuk kthehet prapë, përderisa ai person është agjërueshëm. Gjithashtu gëzohet për nimetet që Allahu xhalla wa ala ja ka dhënë atij e me të cilat bën iftar. Ndërsa gëzimi i dytë është në ditën e Kiametit, gjë që agjërimi synon si adhurim për ta mbjellur edhe për ta ngulitur tek njeriu këtë ndjenjë dhe këtë besim. Pra, gëzimi i dytë është atëherë kur të del para Allahut xhelle xhelaluhu edhe të sheh se si Allahu e shpërblen për këtë adhurim madhështor në këtë muaj të shenjët. Allahu na bëft prej atyre të cilët e agjërojnë Ramazanin me bindje dhe llogari në shpërblimin e Allahu xhelle wa ala, dhe na bëft prej atyre të cilët agjërimin, tek të cilët agjërimi e mbjell edhe ngulit fort besimin në takimin me Allahun xhelle xhelaluhu.